I nderuarat Nikolla, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, qofse e keni vënë re gjatë gjithë kësaj periudhe mbas Pashkës dhe në gjithë këtë ditë dhe deri në ditën e Shpirtit Shenjtë, Kisha Ortodokse lexon nga Ungjilli sipas Joanit. Jo më kot, sepse ishte traditë e kishës që kur katikumenët katekizoheshin në kishë dhe përgatiteshin për pagëzim, ata studionin 3 ungjillit sinoptik, Mateo, Marku dhe Luka. Kurse Ungjillin sipas Joanit, ata e lexonin dhe e interpretonin sipas kishës mbas pagëzimit. Sepse Ungjilli sipas Joanit shikohet si një nga ungjillit më të lartë, prandaj ka dhe simbolin e shqiponjës që fluturon në lartësira të mistereve të Perëndis. Dhe duhet që dikush ta ketë shpirtin e shenjtë brenda vetes, që vjen me anë të pagëzimit dhe mirësjes, që të arrijë të kuptojë fjalët që janë shkruar në Ungjillin sipas Joanit. Dhe sot dëgjuam këto fjalë, që janë fjalët e Krishtit që na i thot Ungjillori Joan. Nëse më doni, do të zbatoni urdhrimet e mia. Unë do t'i kërkoj Atit të t'jap një ngushëllues tjetër që t'jetë përherë me ju, shpirtin e së vërtetës, të cilën bota nuk mund ta marrë sepse nuk e shikon dhe nuk e njeh. Ju e njihni sepse qëndron para jush dhe do të jetë në ju. Nuk do t'ju lë jetim, do të vi tek ju. Edhe pak bota nuk do të më shoh, ndërsa ju do të më shihni. Ju do të jetoni sepse jetoj unë. Atë ditë ju do të kuptoni se unë jam në Atin tim, e ju në mua dhe unë në ju. Kush ka urdhrimet e mia dhe i zbaton ato, ai më do. Atë që më do mua, do ta doj edhe Ati im, edhe unë do ta dua dhe do t'i shfaqem. Zoti Krisht është i drejt për drejt me nxënësit e tij, me dishepujt, por dhe me ne të krishterët. Kush më do, zbaton urdhrimet e mia. Ne dim që dashuria është virtuti më i lartë, siç edhe i cilëson apostull Pavli, pra 3 janë: besa, shpresa dhe dashuria. Dhe mbi të gjitha është dashuria, sepse edhe besa një ditë do të largohet, se nuk do kemi më nevojë të besojmë sepse do ta shikojmë Perëndin, ashtu si ai na sheh. As shpresa nuk do ekzistojë më, sepse të gjitha ato që i shpresuam në Perëndin do na përmbushen jetën tonë. Por do mbetet dashuria, e cila është e përjetshme, sepse dashuria vjen nga Perëndia. Ashtu si përsëri Ungjillori Joan thot, Perëndia është dashuri. Jo se ka dashuri, është dashuri. Në thelb është dashuri. Dhe këtë dashuri të Perëndis Atë, zbriti dhe erdhi tek ne me anë të birit të Perëndis, që u bë bir njeriu për shpëtimin tonë, dhe nëpërmjet shpirtit të shenjtë. Perëndia e do njeriu në mënyrë të përsosur dhe e mbulon me dashurinë e vet. Perëndia Atë është me dashurinë e tij si për nesh. Perëndia Bir që bërë dhe bir njeriu është me dashurinë në ne ose në krahun tonë. Perëndia, Shpirti i Shenjtë që është dashuri, është brenda nesh. Shikoni se si e përqafon dashuria e Perëndis secilin prej nesh. Prandaj asnjëri prej nesh nuk mund të ankohet dhe thotë që mua nuk më do njeri. Nëse nuk të do njeri në këtë botë, ty të do Perëndia. Dhe me dashuri të përsosur, me atë dashuri që Ati do birin, me atë dashuri ai na do dhe neve. A ka më shumë se kaq? A mund të pretendoj më shumë se kaq? A mund të dua më shumë se kaq? Patjetër që jo. Por pse ne nuk e ndjejmë dashurinë e Perëndis? Sepse Krishti tha, kush i zbaton urdhrimet e mia tregon se më do. Që tregosh se ti e do Perëndin dhe dashuria e Perëndis të mbetet tek ty, ti duhet zbatosh urdhrimet e Zotit. Kush janë urdhrimet e Zotit? Urdhrimet e Zotit janë fjalët e Krishtit, të cilat ne i lexojmë çdo ditë në shkrimin e shenjtë. Pra, të thuash që e dua Perëndin, nuk do thot thjesht se ti ke një ndjenjë emocionale ose dhe loton
ose edhe nga zëlesh. Jo, nuk është kjo. Mos u gënjeni nga kjo. As ju as unë, kuptohet. Të duash Perëndin do të thotë të mësosh porositë e Perëndis dhe ti zbatosh. Sa më shumë neve kemi dëshirë të mësojmë porositë e Perëndis dhe ti zbatojmë ato në jetën tonë praktike, atëherë kjo tregon se e duam Perëndin. Pra, siç quhet në gjuhën teologjike, ortodoksi dhe ortopraksi. Pra, jemi të krishterë ortodoks sepse kemi doktrinë të saktë dhe të vërtetë, po jemi dhe njerëz të cilët bëjmë një jetë të vërtetë. Pra, mos të gënjejmë veten se ne na do Perëndia, se thjesht kemi një emër Kristo dhe Maria, ose kemi një traditë krishtere ortodokse, ose edhe thjesht vim në kish, ose ndjekim dhe shërbesat dhe marrim pjesë në liturgji hyjnore, ose edhe mund të kungohemi, por në qoftë se ne nuk zbatojmë porositë e Perëndis në jetën tonë të përditshme, ne nuk e kemi dashurinë e Perëndis. Jo se Perëndia nuk na do, po ne e shtym dashurinë e Perëndis. I rim kundra dashurisë Perëndis. Dhe patjetër që Perëndia është dhe drejtësi, dhe kështu meritojmë zëmërimin e Perëndis. Të dashurt krishterë, ne kemi një përgjegjësi shumë të madhe, sepse Perëndia thamë që na do me një dashuri të përsosur. Por ama edhe ne duhet ta duam Perëndin. Dhe Perëndia i bëri të gjitha për ne. Nuk la asgjë pa bërë për shpëtimin ton. Jo vetëm na krijoi nga hiçi, por dhe na shpëtoi dhe na bëri bi Perëndie, Perëndisi pasirit. Atëre edhe neve duhet ta duam Perëndin. Prandaj dashuria e Perëndis nuk ka rivalitet. Si ta Zoti? Kush do nën, kush do baba, kush do vëlla, kush do grua, kush do fëmijë, kush do prona, më shumë se mua, nuk është i vyer për mua. Madje thot në një vend tjetër, kush nuk urren nënën, baban, familjen, veten e vet, nuk është i vyer për mua. Si interpreton këto fjalë? Dashuria e Perëndis nuk ka rivalitet. Madje gjitha dashuritë e tjera përpara Perëndis janë si urrëtie. Duaje Zotin me gjithë mendje, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë fuqinë tënde, me gjithë qenien tënde. Kjo është e para porosi dhe kjo përkthehet duhet të afërmin si veten tënde. Prandaj vetëm kështu ne tregojmë se duam Perëndin. Dhe çfarë na jep Perëndia? Çfarë na jep? Mos thjesht na jep shëndet, mos thjesht na jep mirëqenie, mos thjesht na jep ditë, po të gjitha këto i jep, sa këto i jep edhe mëkatarëve, sepse ai dërgon diellin për të mirë dhe për të ligj. Por çfarë na jep Perëndia? Shpirtin e shenjtë. Shpirtin e tij, shpirtin e birit, shpirtin e shenjtë e brenda nesh, i cili kur neve pagëzohemi dhe mirosemi, nuk është jashtë ne, si ishte përpara ardhjes së Krishtit. Është brenda nesh. Që si thotë apostulli Pavli, thërret, aba, oat, lutet brenda nesh, na birëson, na bën krishtër, dhe bashkë me birin lutet atit. A e kuptoni çfarë jemi neve? Çfarë qenies jemi neve? Që na kanë zili dhe ëngjit. Sepse ne jemi thirrur për të bërë Perëndi, ndryshe nga ëngjit që janë ikonat Perëndis, por nuk bëhen të ngjashëm me Zotin, siç bëhemi neve Perëndi sipasirit në Krishtin. Sepse kemi shpirtin e shenjtë brenda vetes tonë. Ky është kapari i jetës së përjetshme. Prandaj, shikoni çfarë gjëra të mëdha na ka dhënë Perëndia. Dhe kjo e justifikon gjithë sakrificën tonë, gjithë edhe flimin tonë. Edhe sikur 1000 jetë të kishim në këtë jetë, dhe 1000 jetë jepnin për Zotin nuk barazohet me atë çfarë na ka dhënë Perëndia. Por është për të ardhur keq të dashur të krishterë, që sot shikohet një vaktësi e besimit. Njerëzit po largohen nga kisha, njerëzit po largohen nga misteret. Njerëzit nuk kanë më dëshirë të dëgjojnë fjalën e Perëndis, dhe nuk kanë më dëshirë edhe të kenë shpirtin e Perëndis, po janë mbushur me frymë kundërshtare, me frymë demoniake. Nuk po flasim për njerëzit e botës, po flasim për të krishterët. Por jo se Perëndia, si them, humbet, por ne humbasim. Të dashur të krishterë, duhet të vim në vete. Jemi në kohë shumë të vështira. Dhe kohë e vështirë e tregon largimi i njerëzve besimtarëve nga kisha. Largimi i njerëzve besimtarëve nga kisha është një fatkeqësi e madhe, sepse tregon që ne nuk duam të rrimë me Perëndin. Dhe Perëndia nuk rreket me njeriu.
E le të lirë njeriu. Por në qoftë se ti nuk do të rish me Perëndin, të vjen dikush tjetër ri me ty. Dhe ky është djalli, ky është janë demonët. Dhe pastaj njeriu i bëhet ferri jeta. Kështu që le të përgjigjemi dashurisë Perëndis dhe të mbajmë mend fjalët e Krishtit. Kush do ose kush më do, zbaton porositë e mia. Dhe mbyllet me këto fjalë. Kush i ka urdhërimet e mia dhe i zbaton ato, ati do ta doj. Dhe unë do t'i shfaqem atij. Amin.